absolutisht në gjithë jetën politike. Dhe kjo, sinqerisht, është e dhimbshme. Natyrisht, kjo lloj situate jep edhe mesazhin tjetër të prezencës Partisë Demokratike në këto zgjedhje në Elbasan, meqense e kemi Elbasanin. Duket që Elbasani është absolutisht i organizuar. Arsyeja pse siç është tek, natyrisht Zanjusha është më e updateuar me situatën, por në distancë lexon që ke një situatë shumë konfliktuale brenda Partisë Demokratike. Mendo tani, një situatë kaq konfliktuale brenda Partisë Demokratike si transmetohet një betejë elektorale ku normal, siç e shoh unë, agresiviteti transmetohet edhe në publikimin në publik kundrejt njëri tjetrit, krahas sherrit, se sherri është kulbi, sherri është ekstremi i konfliktit, ky lloj sherri. Por ky sherr në terren shifet që do jetë një konflikt propagandistik kundër një tjetrit, prej përçarje dukshme në opinionin e Elbasanit. Kështu që rezultatet për ta mbyllur këtë pikë. Dhe për ta mbyllur këtë pikë do të thashë që mesazhi është e dhimbshme që shohim sot që Partia Demokratike, ajo parti që jep të frymëzim sot mesazhi që jep është dhuna. Është dhuna te militantët e vet, është dhuna brenda llojit, është dhuna për të ruajtur pushtetin brenda të djastës, është trajtimi i Partisë Demokratike si prom private dhe jo si një e mire përbashkët për popullin, për dhënë frymë, për dhënë shpresë, për dhënë opozitë. Kjo e gjitha ndodh fal faktorit Boçi. Ka një çorganizim në degën e Elbasanit, ka një çorganizim në degën e Shkodrës dhe gjitha kjo vjen vetëm për egon dhe interesin personal të një personit vetëm për pushtet. Mirë, dua ta kaloj këtë pikë, futemi pak tek ai ka qenë një lajm i ditës së sotme, ka qarkulluar sipas një pjese të PD-s është hequr non grata ndaj zotit Berisha, por nuk kemi njoftim zyrtar nga Departamenti i Shtetit. Çfarë ka ndodhur Alesia? Ta sqarojmë pak këtë pikë. Mua vjen për qeshur, që merreni dhe harxhoni kohën, sidomos ju Arbër se jeni dhe gazetar serioz me këto deklarata. Tani është një gazetar thot Arbri, i cili e thot dhe zoti Berisha. Po mirë, pyetjen më aderove ti, prandaj dhe unë po drejtohem ty në këtë rast. Paguhen $6 milion. Këto $6 milion paguhen për lobim për të pastruar emrin nga lista zezë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, sa i thonë që unë do marrë një deklarat për shtyp të Partia Demokratike, por ti, thunë, unë nuk po pyet zotin Berisha dhe PD-n, po më tha gazetari që ishte aty poshtë që është hequr non grata. Tani, nuk është serioze. Kur është shpallur non grata e doktor Berishës, që t'jemi serioz si që ka hije studios tuaj, është bërë lajmi nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe nga faqja zyrtare zotëria ambasadës amerikane në Shqipëri. Ju vetë jeni gazetari, keni rekurset, çdo njëri ka rekurset, PD-ja vetë ka rekurset, ja bëj këtë kërkesë ambasadës Shteteve të Bashkuara që është në Tiranë, ajo e jep në formë zyrtare, atëherë non grata është hequr zyrtarisht. Tani, të vim në një studio të diskutojmë llafet e kafenes të Partisë Demokratike, cila ka 2 muaj që thot do iki sot, do iki nesër, do iki para zgjedhjeve Berisha në Amerikë, sot ku e ke doktor Berishën, se nesër mos gaboj është dita përmbyllëse fushatës elektorale, kemi eshtje zgjedhore zotëri dhe kemi mbrapa ditën e votimit. Kjo e gjitha bëhet për të influencuar zgjedhjet në Shqipëri. Është e gjitha një lobim që është paguar për të influencuar zgjedhjet dhe për të kesh informuar publikun. Pastaj problemi, edhe sikur t'i hiqesh e sot non grata Sali Berishës, prap nuk do i fitonte zgjedhjet. Por non grata është diçka serioze dhe në mënyrën siç është deklaruar zyrtarisht non grata e Berishës nga institucionet përkatëse që e kanë shpallur, po janë ato institucione, mendoj unë, që duhet ta shpallin që ai person nuk është më non grata. Jo ta shfaqi një gazetar, sepse kjo duket jo serioze për vetë çështjen, po sepse ti je vetë gazetar, ti mund të shosh një trup gazetar është Report TV-s tek zyra PD-s dhe ti kërkon një deklaratë për shtyp nga Berisha. Ti thuaj ka thënë Berisha gazetarit që është hequr kjo. Kjo nuk është serioze. Qofse Berisha nuk del vet, ose nëse Departamenti i Shtetit apo ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë t'japi një njoftim zyrtar. Kjo është e gjitha një lobim dhe pa diskutim për lobimet paguhen miliona $, në Amerikë dhe kjo është e lishme Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Berisha ka thënë patriot shqiptar kanë paguar. Po,
Tani kush patriot shqiptar është ai patriot që do sponsorizon ka $6 milion për një person apo për një interes personal, dhe jo për strukturat e Partisë Demokratike, jo për të ndërtuar një spital, një universitet, jo për një të mirë publike të këtij kombi. $6 milion paguhen nga dikush vetëm për interesin personal ti, për të pastruar damkën. Gjithsesi nuk është çështja e non gratës, edhe po t'i pastruhet non grata Sali Berishës, nderi i bën shtetit shqiptar, se në fund ditës ka qenë ish president, ish kryeministër i vendit dhe është një njollë e zezë për Shqipërinë që një ish funksionar i lartë i këtij shtetit ketë këtë dam nga shteti më i madh i botës që është SBA-ja. Apo jo, zoti Meçe? Meçe. Duhet të theksoj që në fillim, ka një muaj e saj që po bëhet fushat elektorale, askush në propagandë nuk ka bërë fushat elektorale